Cilët nga politikanët keni më tepër qef dhe kë urrejnë më shumë? Nga këto politikanët? Këto që kemi nëse, këto kemi laj thaj. I urrej gjithë. Po veçon njërin, më veçon. Jo, të gjithë i urrej. Asnjë s'është i mirë, do. Edhe asnjë s'është më i mirë se shoqi. Pavarësisht se thot njëri nga këto që në pushtet që thot nuk ka më të mirë, po thot më i mirë jam unë. Thot ky. Po në ky s'është i mirë. Po për kë ke fjalën ky? Ky është Edi Rama. Okej. Cilët nga politikanët shqiptar ju keni më shumë qef dhe kë urrejni më fort? Unë nuk urrej asnjë, por duhet të mblidhe për mendimin tim, duhet të mblidhet komplet një brez i ri që ka jetuar për jashtë edhe të vi këtu të menaxhoj shtetin tonë, se këtu që janë këtu nuk vlen më asnjë. Se ato janë të gjithë korruptuar, të gjithë shkatruar. Thuaj Edi Rama, se Edi Rama t'jap 2 milion euro, thot Edi Rama, lënëm lera hatot. Jepi një fëmijë aty, jepi një akullori, një lypsi, thot shumë faleminderit. Kanë humbur ndjenjat e njerëzimit. Atëherë ato janë bërë, si më thonë një fjalë shqipe që janë si puna dërgum, të ngurt. Janë të ftohtë të gjitha këto gjëra janë të dërguar për politikën. Ç'pun ka Edi Rama tash nesër do ikë atje, nesër do ikë nëse, po jo milionerësh. Ku ikën ku det? E gjithë ky grumbull i gjithë këto gjëra, ky duhet zhduket nga vendi jon. E duhet vi brez i ri. Pse nuk ndodh kjo? Nuk ndodh kjo se korrupsioni keq. Duhet ta mori komplet një Europa në përsipër Shqipërinë që të rregullojë Shqipërinë. Ne jemi taft për vetë qeverisje. Jo, asnjëherë në botë. Asnjëherë në botë. Cilët nga politikanët keni më tepër qef dhe kë urrejni më shumë? Të them unë politikant urrej më shumë se Liun. Një dhe kë dëshiron më shumë nga politikanët? Pandeli Majkon. Pandeliun? Po. Goxha zgjedhje mirë. Po pse Pandeliun? Po pse është njëri më normal, njëri vendosur, pavarësisht nuk e lajnë me heca ashtu, s'di si funksionon marrëdhëniet e Nuk kuptoj. Ngopur thot ai, populli kur ngopet kryeministri. Pension jo delja ngelet. Edhe delja vetet e delja, zdromsi vetet e zdromsi, shpellari vetet e shpellari. Populli është shkundur, nuk ka më populli ka ngelur, si ta thuash, dhe me thënë, popull mjeran, është mësuar me uri dhe me diktatur. Unë u bëj një thirrje, qoni të zëmë frimë, blokoni rrugët e tëra, me një ignorant aty, një kryeministër ignorant, një legend, një karagjoz, bajge Shqipërisë, ja se si e ka kasanisur vendin. Për këtë mund të flasim, po jo të flasim këtë. Apo jo, për këtë mund të flasim. Mirë, okej, të dalim ke kjo tjetra. Cilët nga politikanët keni më tepër qef, që e doni me shpirt, që sipas jush plotësot të gjitha kriteret, dhe kë urrejni më tepër? Unë, si politikan, në të gjithë që ndodhen atje, unë për Myslim Murrizin, si e kaj. Ai është që u bjen në kokë të gjithë për çdo gjë. Respekte për të. Edhe si lider për Sali Berishën. Lider, respekte. Kaq. Po kë urrejni tani? Spiro Pelën, Spiro Kalin, Taulan Pavën, Edi Ramën, të gjithë legena janë. Po më shumë është i urryer dhe Pandeli Majko se rrin qetësi. Rrin qetësi dhe nuk flet për popullin, s'flet fare. Se kanë dëgjuar na njerëz që dalin parlamentet të flasin. Kaq. Kë pëlqeni më tepër dhe kë urrejni nga politikanët tanë? Dëgjoj. Po ta shikosh historikun e popullit shqiptar, gjithmonë populli shqiptar është ngritur për të kërkuar drejtat e veta, si ndaj pushtuesve të huaj dhe ndaj pushtuesve të brendshëm. Po thush pushtues janë dhe këto, sepse jetojnë mbi popullin. Me të thënë të drejtën, gjithmonë fatet e këtij populli janë tradhtuar në një moment nga vetë politika ose nga vetë ato që kanë nxjerr populli shqiptar në krye. Ja, kuptoj. Ne ndonjë përzgjedhje kështu nuk keni të ndonjë politikani që ky është i çik, domethënë zëherr më omul. Jo. Po thuaj të gjithë, po të shohësh politikën që sot ndodhet në elitën shqiptare, në drejtim, të gjithë vinë nga një brez. Nga një farë. Nuk ka
Okej. Më pëlqen ca të ri, zëri ca të rive, po ata i mbysin. I detyrojnë të fusin lugën dhe ato në lugën e çorbës, në çorbën. Po hongre çorbën, i ditë do ta vjellësh. Kë pëlqeni më tepër nga politikanët dhe kë urreni më shumë? Tash me thënë unë nuk i shoh shumë të më dhen koka. Ta them sinqerisht. Po ha politikën unë e kthem ke sporti, jam tifos sporti. Kam dashami sporti. Nuk i kam dikë shumë pse të shprehim kot. Absolutisht. Duke mos i parë, keni pasë rezultat në dhimbjen e kokës? Do më thënë, ju e dhem kokën nësi shikoni, tani që nuk i keni parë. Jo, nuk me varë. Shoh sport. Rahat. O, jam rahat, shoh sport, një këngë popullore, e diti ma brezion, në qikë brezion i qikë da, kemi qevi që të këngë Po popullore. i qik gjizë, i qik raki, i qik... Me thënë det nuk jam, nuk pi. O, ma shumë. Unë pi një tege, mund të pi një javë, ose në 2-3 ditë. Nuk e kam shumë qef, pije, as duani s'kam pi kur. Po, kur vje mua bëjnë shu i tege, dobro, po. E do, ma e do.